Angjelusha reagon në pikëlluar për ndarjen nga jeta e Shpat Kasapit, mesazh prekës në Instastory. Hjedhërimi për vdekjen e papritur të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi, i cili u shuha në moshë vetëm 40 vjeçare si pasojë një ataku kardiak, ka tronditur të gjithë skenën muzikore shqiptare. Mes artistëve që kanë reaguar me dhimbje është edhe këngëtarja e dashur Angjelusha Saliu. Angji ka ndarë një foto të Shpatit në Instastory duke shprehur dhimbjen e saj me fjalë të pakta, por të mbushura me emocion. Shpirtin paqe, shkroi ajo, krahas imazhit të kolegut të ndjer. Reagimi i saj i thjeshtë, por shumë domethënës pasqyron respektin, afërsinë dhe tronditjen që ka shkaktuar humbja e Shpatit të artistët shqiptar. Angjelusha ka njohur prej vite Shpat Kasapin dhe shpesh e kanë vlerësuar për butësinë, karakterin dhe pozitivitetin që ai sillte kudo. Ndarja e tij e parakohshme ka lënë një boshllok të madh në muzikën shqiptare, ndërsa reagimi i Angjelushës është një nga zërat që sot kujtojnë me mall. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.